Australia ka vendosur një nga masat më të forta në botë për mbrojtjen e të miturve në internet, duke ndaluar aksesin në rrjetet sociale për fëmijët nën moshën 16 vjeç. Vendimi erdhi nga Komisionerja e Sigurisë Elektronike Grant si përgjigje ndaj shqetësimeve në rritje për ndikimin e platformave digjitale tek adoleshentët. Meta, kompania më me Facebook dhe Instagram, ka filluar tashmë fshirjen e llogarive të përdoruesve australian që nuk plotësojnë kushtin e moshës. Qindra mijëra adoleshent kanë marrë njoftime se profilet e tyre do të hiqen deri më 10 dhjetor. Kompania ka kërkuar nga prindrit të verifikojnë datat e lindjes së fëmijëve dhe të mos ndihmojnë në anashkalimin e kufizimeve të reja. Autoritetet theksojnë se metodat e mëparshme të përdorura nga të rinjt për të shmangur kontrollet e moshës nuk do të funksionojnë më. Qeveria australiane ka publikuar listën zyrtare të platformave që ndalojnë aksesin për të miturit nën 16 vjeç. Ndërto përfshihen Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Redate, shërbime si WhatsApp, Messenger, Discord, Roblox dhe Twitch janë të përjashtuara nga rregulli. Mazhoranca e platformave rrezikojnë gjoba deri në $49.5 milion për shkelje të kufizimeve. Qeveria ndërkohë ka bërë thirrje që prindrit të marrin një rol aktiv në monitorimin e aktivitetit online të fëmijëve, bashkëpunimi i familjeve shihesi thelbësor për zbatimin e masës dhe parandalimin e përpjekjeve për anashkalim të rregullave.